Buongiorno dhe mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Nela dhe kë është video i miri. Tash sa ishe të regjistru videon se keni pa javën para. Këtë video kam për të postu një javë më vonë. Se kam me ba një challenge, si që keni lexu për i titullit. Kam për një javë dietën që më thot ChatGPT. Ti nisim për i fillimit atëherë. Unë në shtator 2023-shit kam linë një bebushe shumë të bukur, si që keni pa dhe në video tjera, ka herë kam të regua. Qysh atëherë kam marrë shumë kile gjatë shtatë zanis, edhe nuk kam mujtë me i hu. Gjaja më fani është se unë para shtatë zanis kam pas trupin tem perfekt. Do me thonë kam pas peshën tem ideale, atëherë jam kanë 59 kile. Atëherë me ta shtatë zanë si është gjaja më e bukur në botë, më ka gëzu jetën vajza jeme, po gjanat e mira bina dhe gjanat këshia. Qysh atëherë, qysh shtatë zanis, unë i tashën shtatër, një këtë shtatër bëhen 2 vjetë, si kam linë, kështu që nuk ka ma justifikime. Tash jem në mars, kështu që para vers, kena mund këthyë, pak të me hup një 2-3 kile, sa për me u duk të fice ma mirë, se jo për tjertë, jo për kanë, po për veten, sepse për men shumë tesha nuk e më hinë ma, ma dash me ble tesha të reja, kjo nuk ka gjatë keqe, po edhe për vetim, për me kanë ma confident, ma me vetë besim, ma shumë gjana, edhe sidomos shneti, për me kanë ma shnetshme, për mu këthy vetë vetja. Edhe tu menova me i kërku ChatGPT-s një dietë një javorshe, strikte, kështu që për me janis. Herë si fillë më thot, jo, nuk ashtë të shnetshme, nuk banë, unë i thashe dua vetëm për javë, ku ashtë? Unë i thashe dua vetëm për javë, ashtë thjesht për një video, kështu që mos e ki problem se s'kam për të ba për shumë ko, se kë ChatGPT-a thot, ky plan mundet me të nimu me hupesh shumë shpejt, por në kjo se njesh e dobë, duhet me hangër ndo një karbohidrat, në oriz ose në quinoa. Edhe thot, mas një jave duhet mu këthyë në regjimit ushqimor ma të shëndeshme dhe ekuilibrume, sepse rrezikon me marrë prapat peshen si hupen këtë javë. Dhe sot është e mërkure. Zakonisht gjanat nisen të hanën, po tana djeta si kam nisë prit hanën, nuk kanë vazhdu shumë, kështu që po ja provoj me herë me ja nisen mes t'javës, edhe shohim se a funksionon këtë rallë. Ma ka lanë djetën, kështu që do ja u tregoj, ta njëmën ka me regjistruat, tu ba me hangër, nuk ka se ka në gja shumë me hangër, se këtu vetëm veze, kos edhe perime thot me hangër, po hajde ma. Do ju tregoj, kam për të peshua sonde të shtëpia, edhe të shojmë peshen iniciale, edhe peshen mas një javët. Gjaja më rëndësishme thot me pi 2-3 litra ujë e ndit. Kjo ka me kanë sfida me madhe, sepse unë nuk pi fort, jam shumë e sinqert, unë harroj me pi. Kështu që kur jam të puna, la shishën ujtit për para, si mu kujtua, po kur jam të shtëpia, nuk pi gati heq. Thot me pi 2-3 litra në ujë, mos me hangër, sheqerna, alkool, ose pijet gazume. Pijet gazume në regull, jam të mundu maksimumi unë pi Coca-Cola, po edhe atë mund të hjeku, pa problem. Alkooli nuk ka problem, se unë nuk pi alkool, nuk e më pëlqen fort. Edhe sheqernat, karamelet e gjanë kështu, edhe këto i hjekum se nuk ka problem. Me me ba 10.000 hapa ndit. Edhe kjo ka me kanë sfid, se unë jam të nditën në punë, nuk e si gati kur, kam një jetë shumë, si të shuhet, sedentarja. Unë rritë nditën ullun, se punoj në zyrë, jam 8 orë para kompjuterit në ejon. Atër shkoj marrë vajzën edhe shkoj shpi, edhe me fjet 7 orë, 7 orë që ne bajmë ka herë dhe 8. Edhe më ka thënë ta në gjanat si me hangër. Do ju marrë me veten, do provojmë këtë javë se si do shkoj.
Sot mërkurën do zbatoj veç darkën, kështu që e natë kam pi, dreken e kam marrë prit e shtëpia, nuk kam marrë këtë si më thot, kështu që do zbatoj në dark, sonde, atër kam me një tan javën, edhe të mërkurën tjetër kam zbatu mjesin edhe dreken, edhe atër do malloj videon. Buongiorno, nga dita tjetër, sot është e njëjta. Sot e natu peshova, kështu që të më numram, thash ma mirë të nisi pri fillimit, pri natë deri në dark, kështu që mos me ba darkën mram atër të mërkurën tjetër me ba natën dark, mas dite, kështu që thash ma mirë të nisi pri fillimit, okej, si s'po ja nisim të anën, po të pakten t'ja nisim në rregull. Sot menuja thot një vezë zime, në drek kam brezaula, kjo brezaula, okej. Këtu thot 120 gram, unë gjeta këtë se ashtë 100 gram, kështu që e kem super. Edhe rukola, ashtë salad, ashtë fice ill, kështu që bella nuk kam me mujt me hangër krejt, po do munohem. Atëherë në dark kem sup me përime. Kjo është menuja e sotmes. Me pi 2-3 litra. Do munohem sot. Kam të puna një shishe të madhe. Është 2 litërshe, është sa ftyra jeme. Do ta mushe krejt edhe do munohem ta pi deri si të marroj punën. Kam nevoj thjesht për një dietë strikte për javën e parë. Atëherë do të nisi një dietë më shëndetshme. Sigurisht jo që ma thot ChatGPT, sepse ChatGPT-ja nuk është nutricionist, nuk është doktor i certifikum, kështu që mos e bani ju kjo se keni probleme me ushqimet ose keni probleme shëndetësore, sidomos për probleme shëndetësore mos e bani. Unë thjesht po e provoj për një sfidë, një challenge, edhe për veten nga që kam qef me hup do kile para verës, ta provoj, më thash, më duket një gja lezetshme për një video, për një content, bella dhe ju intereson, edhe që ku jemi. Edhe vezët, unë nuk i ha. Jo, unë i ha vezë, por nuk ha pjesën e verdhë. Ma shumë se sa për me hu peshen, ka me kanë edhe sfidë për mua se shumë ushqim unë nuk i ha, edhe kështu që duhet me umësua. Hello! Sa marrova punën, si që pat kam pi ujtin, e piva krejt, në mjes hangra vezen, provova të verdhin, por nuk ja dola, me si hangra dhe të bardhin, po hajt. As dite provova me hangra dhe rukolen, por ishte shumë e illt për men, kështu që hangra vetëm gjysen, si që pat. Tash shkojmë sonde se kam supen, pa problem. Kam pi krejt, rrita piva krejt 2 litër në ujtit, marrova, kështu që tash qatë pi të shpia e pi plus ma shumë. Masi hangra vesen, kisha pakuri se zakonisht hane biskot ose një gja, por kisha i ficuri, po atër ja dola rezistova, hangra atër brezaule. Për momentin dita e parë, nuk mund të më la u kalu me sukses, se s'ka maru ala, po jem në pikë të mirë. Tash doli prap pa koha mirë, ashtë fice ftoft, por shëse si ashtë koha ne ka shpia jame, edhe po qaj vajzën të parku, kështu që lon levizi fice, të marra jërë të pastër, edhe vajza kënaqet të fice. Shohim! Buongiorno, sot është e premte. Kam bo një gabim shumë të madh, mram harrova me regjistrua darken,
Harrova me e kape në kamer. Edhe mu kujtua atër kur e pata maru pjatën, kështu që e lash atë punë. Që thash dje kam pas me hangër supë me perime, edhe dita e djeshme kalu me sukses. Tash ashtë dita e sotme, sot menuja propozon një gotë çaj jeshil, edhe për mjes. Për drek, thot 100 gram tonno al naturale ka. Nuk e di, unë shqyr, se unë kur shkojnë bash penzimit nuk e bleva tonin, se thash e kam të shtëpia, edhe atëherë lexova si këto thot tonno al naturale, thash jo mbela nuk e kam. Po, atëherë kur e pash, unë këtu shkrua tonno al naturale, kështu që shqyr. Edhe atëherë thot, bashkë me ton salat me domate dhe ulli, pa kryp, edhe atë kim, edhe ndark pulen pjastër me asparagji. Asparagji s'di se si quhen në Shqip. Janë këto, nuk e di se si quhen, jam shumë e sinqert, po nuk e gjeta kur bana shpenzime dje, do nalem sonde me provua ai gjaj te dyqan tjetër këtu afër. Shpresoj që t'i gjej, in këse nuk e gjej, po pës ChatGPT-n se me qa mund t'i ndroj. Sot kam frikë se kam me vujt ma shumë urin, se nuk e di me deri në drek. Ashtë heret kam me pi vetëm një qaja nuk e di, sikur nuk e më ngop. Po e provojmë, vazhdojmë, dua t'ja dal. Ja ku jam, doj dhe mjesi dhe dreka me sukses. Ka ora 10 pata pa kuri, po e menaxhova, se atë nga që duhet me pi shumë ujë, rritu pi ujë edhe kështu që më duket sikur më frahet stomaku. Tash po shkoj me ble salmonin, si më duhet për nesër, edhe pyeta ChatGPT-n ç'a mund të han në vend del asparagji, ato si u tregova sot në natë, edhe tha se mundem me marr brokoli, kështu që shkojmë te supermarketi. Bleva salmonin, edhe edhe brokolin. Buongiorno, sot është e hane, ka kalu ashtu një dielja. Deshta më ju tregu se si shkoj weekendin, nuk kam regjistru fort, kam regjistru vetëm pjatat, kështu që po ju tregoj se çka kam hangër, edhe po ju veni anë pjesën si gjithmonë menun e ditës, ndërsa në anë tjetër po ju ve klipe se çka kam hangër. Atëherë të shtunën kam hangër një kos grek me 5 bajame. Atëherë në drek kam hangër do salmon në grilje, unë në fakt e bëna në furr, se nuk disha se si me ba, se s'kam atë për me ba grilje. Kungujt bëme në fultere. Salmonin e hangra mirë boll, e pickova e fice se nuk asë më pëlqen fort në furr. Kungujt e hangra me gjithë shef, se mu më pëlqen kungujt, kështu që okej. Salmonin ma pak, më pëlqen ma shumë, nuk më pëlqen fort e bëme në furr, e bëme gatume, më pëlqen ma shumë crudo si sushi, për shembull, po s'ka gjë. Ndërsa ndar kam hangër velutata di verdure, si janë perimet, grimet, bëme krejt silang, si formë supe, edhe ajo më pëlqen me thonë drejtën, kështu që e hangër me shumë qijef. Dielën në mes piva një gotë çaj jeshil, endre kam hangër 120 gram takino, bashkë me kastraveca. Atëherë ndar kam pas me hangër 150 gram peshk të bardh plus spinach. Unë nuk ish fërn të rëzimram, nuk isha ori hiq, spinacin nuk e bana, kurse peshkun thash hajta baj gjysen, se nuk ase kisha fort oreks,
po edhe a gjysë si bana nuk e hangra, se nuk më pëlqete, lënë se s'm pëlqeti, po as nuk kisha fort qef, nuk kisha qef me hangër, nuk isha në terezi, kështu që nuk bana gja. Kurse sot si që pat e hangra mjesin të shtëpia, kam pas një jogurt magro, kos, bashkë me 5 bajame, e ndrekim pull, bashkë me përime bëme në grilje. Kam blet gachme në fakt përimet në grilje, kanë kështu nakull, edhe i kam ban fultere mram. Derisa ndark kem 2 vezë skuquna, a jeton njëri me 2 vezë skuquna, me sa duket po. Atëherë, e shtunja dilja kaloj pak me sukses, i fice ma shtirë se sa ditë javet, se kur jetë puna nuk e menon fort urin, kurse kur jenë shpi, edhe sidomos kur nuk e dalë, nuk kem dalë, kem najt shpi me pushuaj këtë weekend, kështu që nuk ka se dolme, edhe e një pak urin ma shumë, se je shpi, s'ke qa ban, lu pak me vajzen, shen një film, kalon pak ko, po barabar e një pak urin ma shumë, po e menagjume, mungojnë 3 dit, mas 3 ditve do peshohem, edhe shem se sa kile kam hup. Buongiorno nga një e marte, si duke si me kanë e hanë. Jam shumë e lodhën, kam shumë uri, e me sinqert, këtë ditë të fundit jam të një pak ma shumë. I tash më ka marrë malli me pi një cappuccino, një cappuccino të zetë, të mirë. Kisha me dasht, i tash. Ashtë e martë, si jo thash, pyet tregoj menun e sodmes. Si që pat mram kisha vetëm 2 vezë kuqëna, kisha burrin para meje zitet u hangër, vajzen zitet u hangër, e unë t'y pa vetëm me 2 vezë në pjatë, mollim të shumë vetja. Po marrojmë, sot është dita e parafunit, gati, por atëherë në fakt, me kanë sinqert, nihem ma e letë. Nuk nihem gjithmonë se për shembull kur si mushën plot, edhe atëherë nihem plot, me zi lëvizi, nihem pak ma letë, po shumë e letë. Kështu që kur të marrën kjo dieta, kam me vazhdua me hangër ma pak. Si u thash në fillim të videos, kjo më duhet vetëm sa për me janë nisi fice me ba një start, se atëherë dhe vazhdoj një dietë, po jo ka shumë strikte, ma graduale. Atëherë, sot e martë kem një gotë qaj jeshil, sa shkajt është puna dhe ta pi. Atëherë kem 100 gram ton, bashkë me salad e avokado. Unë kam marrë veç tonin e saladin sepse avokado në nuk mund të ha, e kam provua 1 milion herë, e kam provu me gjanat tamla, e kam provu me gjana me kryp, nuk mund të ha, nuk më pëlqen konsistenca ma fort, të që kem veç tonin edhe saladin, edhe ndark kem përimet, bam si tip supet, vetëm se duhet copat janë të muaja, s'disi si me ja u shpjegua të rësën dhe ta peshitni. Gati tu krye, nesër është dita e funit, mas nesër e natë kam u peshua, me ju tregua se sa kile kam hup. Buongiorno, nga dita e funit. Sot e dita e funit e dietës. Nihem e lumtun. E lumtun se isha të menu mram, edhe është tash një javë si unë nuk ha pasta. Edhe unë zakonisht pasta ha për ditë, sepse janë ushqim jam i preferume, me gjithçka. Tjetë si me pesto, si me salës, si me gjithçka. Unë kisha mangër pasta për çdo ditë. Edhe mram isha të menu se kam nejt një javë pa hangër pasta, edhe nuk
më ka rënu heq kjo gjë. Nuk e kam menua me thënë, ta kisha i pjatë makaronej tash. Nuk më ka shku menja. Edhe jam e lumtur në krenare për veten teme, për këtë gjë. Se kam menu se nuk mu isha me dal, kam kujtuj se kisha me prish në ditën e tretë, kurse nuk ashtu se menuva vetë. Sot është ditë e funit, sot për ditën e funit po gaboj pak, se nuk jam të njek fikse që më thot, se për fajin tem. Në mjes, kena me hangër një kos grek 0%, bashkë me 5 bajame edhe një lugë mjalt. Në drek, kena me hangër një pet pullet, bashkë me salat, edhe një salat bashkë me lajm, edhe një lugë vaj. Problemi është se unë e pash mram në darkë vonë, se që kisha me hangër nesër, para se të thash, po godisi tash që ta kem gati për nesër me marrë të puna. Edhe unë nuk kisha pull. Nuk e pash se nuk kisha pull. Unë kujtova se pa ta ble 3 copa po safat për këtë ditë, por nuk është të vërtet, kisha ble vetëm 2. Me hangër vetëm një salat isha sigurt se nuk e më kalohet dita. Se të pak të ndje hangra saladën po ishte bashkë me ton. Kam si hangra ato përimet e preme, se që pat kisha një qese, edhe nuk e pa ta ba krejt, pa ta bave gjysën, kështu që ban edhe gjysën tjetër, edhe sot kam njëjtën gjatë si kam hangër mram. Me thënë drejtën mram nuk e më pëlqeu fort, kështu që inshallah mune me hangër edhe mas ditës sot, se nuk e di, nuk e më pëlqeu fort, nuk ishte fort e mirë, po munova me hangër pak të gjysën e hangër, atër tjetërën një ashtu, i fice po, i fice jo, do gjana i hiksha, do gjana i hasha, bizelet i hasha, karotat i hasha, atër ishte sedano, ato e hiksha i fice. Edhe në dark kem merluc, bashk me kunguj ba me në grilje. Tash pësha se si ta po i bëj kunguj. Jo kanë dieta e kësaj javet. Tash ta po shihni videot si qa hasot. Edhe atër kemi pa prap mua nesër nate. Nesër nate kam u peshua edhe kam mëll videon. Kam spektativat mira. Besoj se kam hup kiles, ma mërmeja se s'kam hup. Kështu më pasqyrë sinqerisht më duket vetja i soj, po unë në shoh vetin për çdo ditë, kështu që bella për ta nuk më duket se ka bëj në ndryshim. Atëherë për një javë nuk ka se mundem me ndryshu kush e di se qa, kjo dihet, po jam pozitive, kështu që shohim se si shkon dita edhe ju puth fort. Buongiorno, nga dita e funit të këtij vlogut. Atëherë, djeka kanë dita ma e keqe, jo se nuk mujta, po ma e keqe sepse nuk e kam zbatua hiç se që më ka thënë. Në mjes e kam zbatua, kurse dreken, si që keni pa, kam pas pullen e kam hangër përime, kurse ndarë kisha peshkun bashkë me kunguj, po nuk hangra kunguj, hangra salad, ka gja, kaloj, ormaj, iku. Saladën e patit shteni e mallën, nuk e kam hangër krejt, po e pa ta ba për tanë familjen. Dhe u krye me sukses, sepse po e thom, se sot e natë u peshova, edhe kam hup 2 kile. Menoj se është okej, se për gjanat si kam hangër, 2 kile për një javë, nuk është kjo gjë motivoj, jam shumë e sinqert, si që shihni po qesh, mu do të primen një motivim për me nis, tash kam me vazhdua, jo me këtë dietë, se kjo është shumë strikte, nuk është mirë, se në funditës njëherë njëhesh edhe pa energji. Më nimoj mu futën mindset, tash i do ha ma shnetshëm, buken për momentin nuk e kam hangër edhe nuk më merr mendja se kam për ta hangër, nuk e kam bezdi me thonë drejtën buken, ne më pjat makarona bella kisha me hangër, po vetëm i herën javë, javlen edhe mas ditës, sepse ndark do të më hangër pak ma letë, edhe menoj
sukre me sukses. Ju që menoni, më shkruni në komente se që menimit keni. Sot e natë, si që shihni nga foto që bana, përfundimisht e piva kapuçinën tem, mas një javet më kishte marrë malli, edhe shihni sa bukur kjo kytasi si është me lule shtryllë dhe me lule, keni për ta pa, kam përësin nga Sheni, kam ba një unboxing normalisht, për keni për ta pa ma nej, një video tjetër. Edhe që me thanë, s'kam që me thanë se ju e keni pa tanë procesin e kësaj dietes. Shpresoj që këtë video t'ju këtë pëlqye. Mbani një like dhe sidomos ju kërkoj një subscribe, sa shumë e rëndësishme për mua. Faleminderit shumë në kjo se keni ardhur deri në këtë pikë videos. Shihemi në videon e radhës.